Me të vërtet, unë kam nderin edhe privilegjin me qenë pastori i kësaj kishet, por njëkohësisht kam edhe përgjithësinë që mos t'jem unë qendra e kësaj kishet, që mos t'jem unë kreu i kësaj kishet, por t'jetë Krishti. Në momentin që një njeri apo disa njerëz zëvendësojnë rolin e Krishtit, ajo kish nuk është më e Krishtit dhe nuk i përket më Krishtit. Dhe prandaj përgjithësia jonë tonëve bashkë është që kishën ta ruajmë në kuptimin genuin, në kuptimin unik, të jetë vetë trupi i Krishtit dhe ai të metet gjithmonë kreu, ai të metet qendra, ai të metet figura kryesore. Kisha nuk duhet ndërtu rreth rrotull identitetit apo karakterit apo profilit pastorit. Sado që ai të ketë një ndikim në kishë. Krishti është ai që duhet të ketë ndikimin kryesor në kishë. Krishti është ai që duhet shohim të gjithë ne. Dhe Krishti është ai që duhet jetë kreu që vendos në kishën e tij, jo njerëzit.